Ju e keni parë që protesta ka një slogan I cili tashmë është bërë moto e saj, që thot Rama Burg Berisha Burg. Tani burgu nuk është në kuptimin e parë që ti marrim dhe ti fusim në qeli, por është që është kundër dy njerëzve. Pra protesta aty ka shumë socialist dhe punonjës të administratës që unë I njoh, që edhe kanë votuar PS-n, por ka dhe shumë demokrat që e kanë votuar PD-n, po zëri tyre unë I dëgjoj që ata nxjerrin Berisha në burg. Që do thot protesta është kundër dy individëve që kanë marrë peng me pazaret e tyre sistemin. Do thot edhe brenda këtyre forcave, po PD-ja është pushtetit prej 2013-s, ka protestuar gjatë gjithë këtyre viteve. Unë mendoj që nëse si mund të barazohen dy lider politik, njëri që ka gjithë pushtetet ndorë dhe tjetri që qytetari nuk është saq inteligjent. I barazon sepse thot të dy janë kundër spakut. Pra, ne drejtësia e re na solli një lloj motivimi për të reaguar dhe për të kërkuar të drejta, sepse nxori korrupsionin e zyrtarëve të lartë, që nuk e kishte bërë dëm prokurorin para. Tani, kur ti ke një lloj shpresë dhe këtë ta vret dhe opozita sepse del çdo ditë çdo javë kundër drejtuesit të spakut, atëherë normalisht tani se e njihni mirë reformën drejtësi dhe a jeni ju personalisht I kënaqur me reformën drejtësi, do të thonë pra me kohën e ekzekutimit, me produktet e saj, me frytet që kemi marrë, me dënimet në shkallë përfundimtare të zyrtarëve të lartë korruptuar. Me çfarë kemi pasur më përpara jam I kënaqur. Me çfarë do duhet të kishim? Sepse ka kaluar me një dekadë. Me çfarë do duhet të kishim? Sigurisht që pritshmëritë janë më të larta, por unë mendoj që ata kanë bërë më shumë se ç'mund të kenë bërë qoftë aktorët politik të vend apo investimi që është bërë për ta në terma të financave, në terma të mbrojtjes, në terma të mbështetjes ndërkombëtare, në terma të pritshmërisë publikut, etj është 10 qindra fish më I madh se sa produkti apo jo. Ajo reformë pati një problem teknik, do thoja unë, sepse ajo nxori nga sistemi shumë gjyqtar dhe prokuror të cilët sot mund të ishin ndihmë për këtë. Tani a bëri mirë që nxori sepse ishin të korruptuar apo I gjeti transaksione, prona, ku diun? Sigurisht që po, por do të ishte marrë parasysh që në ndërtimin e saj të zvendësoheshin këto lloj gjyqtarë, sepse sot ne kemi gjyqtarë që u ka rënë një peshë shumë e madhe dhe janë mosha më të reja se ne të dy. Dhe ata sigurisht që kanë ajo që thamë ne që a mund ta marrësh drejtimin kaq I ri dhe ti të mbash peshën e gjykimit të një çështje kaq sensitive, kaq të madhe për qytetarët. Por nëse do shikojmë treguesit, unë nuk jam aq skeptik sa ju. Unë kam parë se sa miliona euro prona janë sekuestruar ndaj krimit të organizuar. Unë mendoj që detyrën ndaj krimit të organizuar e ka bërë siç duhet. Prokuroria e posaçme po dhe GKK-ja dhe ajo e apelit, por ndaj politikës është shumë e vështirë, të ta them dhe si jurist, është shumë e vështirë që ti të identifikosh provat dhe të gjykosh politikan, sepse ata nuk ose qëndrojnë larg makinacioneve të korrupsionit drejt për drejt dhe të gjitha lidhjet po shkojnë tek pasuritë e tyre, qoftë rasti Velia, rasti Meta dhe rasti Zotit Berisha. Pra ata nuk është se I kanë bërë vetë krimin dhe korrupsionin. Kështu që duhet ta mirëkuptojmë këtu edhe drejtësinë e re që nuk ka eksperiencën e dur për na dhënë rezultat aty për aty. Një nga problemet që unë personalisht kam lidhje me këtë argument, pavarësisht se në shumë pika mund të jetë dakord, është që ne marrim si një grup homogjen, pra njerëzit për shembull kur flasin për reformë drejtësi, flasin veçojnë vetëm spakun. Ata nuk ka për shembull spaku 90% punës e bën BKH-ja apo nuk ka një GKK e cila verifikon fakte prokurorëve.